Ndjekim një storje të një kolege t'juja, e cila pa ditëlindje javën e kalume. Është Shkenda Dubova, ditëlindja e saj bëri shumë buj me të vërteta dhe të pavërteta. Kështu që e shohim storjen. Po dekorohej çdo cep i lokalit. Me shumë përkushtim u përgatit çdo detaj që ky ambienti përkiste një festë të ditëlindjes, ashtu siç e kishte dëshiruar mbretëresha e natës. Java që lem pas ishte shumë e përfolur. Kjo e gjitha për shkak të një feste private që këngëtarja Shkenda Dubova kishte organizuar në periferi të qytetit. Në mesin e familjarëve të ngushtë dhe shoqërisë më të afërt, ajo festoi 27 vjetorin e lindjes. Ylka Kuqi, Butrin Timerio, Ana Kabashi, Fatos Kryziu, Ilber Bardhi ishin vetëm disa nga emrat e njohur të showbizit të cilët festonin ditëlindjen e mikeshës së tyre. Denik Prizrenit ju besua performimin në këtë natë, të cilën Shkenda po e shijon mjaft shumë dhe nuk po ndihet as pak për moshën që ka. Ti si kur me malë do qesht, si një vlerim pas një rëke, edhe unë do të pres. Polina si 18 vjetë, Polina shumë mirë, Polina shumë e privilegjume, mes kolegëve, mes familjes, që s'ka ma mirë. Në këtë 27 vjetor, këngëtarja Gjilana se kujton të mirat dhe të këqijat që pati. Faktikisht pas çdo sfide është gjithmonë një e mirë. Kështu që kisha me thonë që nëse nuk kaloni sfida s'ka se në të mira. Qa pëtët? Mira, po tregon për jetën e saj. Jetën për Kështu që a ka më mirë kur falin dashuri që ta njerë. Karriera e saj muzikore ka nisur tash e sa vite, por në mes edhe me pauza. Por përpos muzikës e dim që Shkenda ka dhe biznes personal mjaft të suksesshëm, e në cilën fushë do t'jetë fokusimi i saj si 27 vjeçare, na e tregon vetë. Faktikisht të dyat, të unë e pas një unë në smoj, që që dyat, pagatje. Durata më e mirë që more. Durata më e mirë, shumë, krejt durata të janë të mira për mua, kështu që po ma shumë durata, edhe faleminderit edhe prej teje që e ardhë, edhe du shumë, edhe s'më di qa me to. Qa keme ju thonë që të shikuzve të emisionit një kafe prej shpinë? Krejt shikuzve, du me thonë që vlerone kila ma të mirën, edhe ju dua të gjithve dhe faleminderit që gjithmonë po për krani, si publiku, si gana, niste nishet. Faleminderit. Duke respektuar Shkendën dhe mysafirët cilët ishin të ftuar në ndaj private, kamera jonë u largua më herët për t'i lënë mysafirët ta shijojnë natën deri në orët e para të mëngjesit. Unë në si, atat kur binte shi, më kuse një, a selam të mi.